ceremonial, në dorën zemër, për shkak se figura e presidentit është një figurë unifikuese, do të duhet ishte një figurë unifikuese, ashtu parashit edhe me kushtetut, edhe mos të shifet si mundësi e blokimit. Edhe fatkeqësisht deri tani është po edhe është vepruar në këtë drejtim, pra vetëm mundësi për t'ja pamundësu pra qeverisjen 4 vjeçare, pra qeverisë Kurti, 3 ishte pra barikadimi edhe blokimi pas çështjes së moszgjidhjes presidentit. Pra u po si mundësi për të dërguar vendin në zgjedhje. Sa besoni se një bashkëpunim i mundshëm me LDK-n do të krijojë ata numrat stabil për nevojshëm pra për presidentin? Pikërisht marr parasysh këto krizat e brendshme në LDK dhe mbase ju gjithë deputetët do jenë një zëre ose do ta kenë njëjtin qëndrim. Kjo e vështirëson, po thash, kjo situatë e vështirëson, prandaj kërkohet që një bashkëpunim edhe më i gjerë, pra në kuptimin edhe të partive tjera politike, të cilat duan vendin, e duan progresin, e duan Nga kush atëherë prisnin këto votat? E munguara nga LDK-ja? Nga deputetet, po edhe PDK-ja deklaroi që nuk është, pra, unuroi që të jetë kështu, edhe të vazhdohet kështu që për çështjen e presidentit të ketë bisedime, të mos të ketë barikadime edhe vendime anë blok që nuk e përkrahojmë askënd, sepse Kosova ka mjaftuar figura të respektueme, të cilat meritojnë që të përkrahen, pra që ashtu siç kemi thënë, pra ta gjejmë një figurë konsensuale, edhe ta ketë mbështetjen jo vetëm të një apo 2 partije, po të gjitha partive politike, edhe të ecet përpara. Protokolli sa është e rëndësishme në këtë pikë edhe vota e aleancës, sepse mbase edhe 7 votat e tyre do të mund ta bënin